Studentët e Fakultetit të Arteve shfaqën interesim të madh për të ndjekur një sesion informues mbi punën dhe misionin e Institutit për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë. Para studentëve, punën e këtij institucioni e prezantuan drejtoresha e Departamentit të Ulëmtimeve Greta Avdyli dhe udhëheci i Divizionit për shërbimet të përdoruesve Leotrim Sahiti. Avdyli theksoi se arkivi i institutit paraqet një mundësi të rëndësishme për artistët e rinj, të cilët mund të shfrytëzojnë materialet e mbledhura për krijimin e filmave artistik, dokumentarëve dhe ekspozitave të ndryshme. Instituti i krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë vetë ka nisë këtë iniciativë që tash me shpërndo krejt mënyrën se qysh studentët mund me ju qasë dokumenteve arkivore në institutin tonë. Komuniteti i ri artistik me mujt me kriju dokumentar, filmat metrazhe qatë, filma metrazhe shkurt, gjithmonë duke u bazu në shfrytëzimin e materialeve që posedon instituti, që janë materiale digjitale, fizike, fotografi, dëshmi, rrëfime. Ndërkaq Sahiti tha se instituti ka arritur të grumbullojë një sasi të madhe materialesh që dokumentojnë ngjarjet kyçe lidhur me luftën në Kosovë. Ai shpjegoi gjithashtu mënyrën se si studentët mund të kenë qasje në këto burime. Kemi mbi 600 fonde të materialet të cilat i kanë dorëzuar individ të caktuar dhe kemi mbi 20 terabajt materiale digjitale. Të gjitha këto materiale janë të selektuara dhe janë të kategorizuara sipas natyrës së materialeve. Pra kemi materiale nga lufta që është bërë në Kosovë, pra pamje nga ish-ushtarët e UÇK-s. Gjatë luftës së viteve 1998-1999 në Kosovë u vrarë më shumë se 13.000 civil, kryesisht shqiptar. Serbia vazhdon të refuzojë ballafaqimin me të kaluarën duke mos kërkuar falje për krimet e kryera në Kosovë.